Qof lëvduar Jezu Krishti. Mirëmbrëma të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë të lusim së bashku mbrëmsorën e së kremtës së të ngjiturit e Virgjës Mari në qiell. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Të falem yll i detit, nënjet dhënse e hyjit, ti gjithmonë mbete virgjër dhe dera e lume e qiellit. Duke marrë atë të falem nga goja e Gabrielit, na përforcon në paqe, duke i nderuar emrin Evës. Fajtorëve zgjidhu prangat, të verbërve çoju dritën, të zezat tona shpori, të gjitha të mirat lypim. Tregoje vetën në për ty të marrë lutjet, ai që për ne i lindur pranon të jetë i yti. O Virgjër e veçuar, ndër të gjithë më e ëmbla, prej fajesh ne të zgjedhur, na bëj të butë e të pastër. Të lirë na ruaj jetën, të sigurt na bëj udhën, që duke parë Jezusin për herë bashkë të gëzojmë. Lavdi i qoftë hyetat, Krishti të lartë i qoftë nderim, dhe nder Shpirtit Shenjtë, të treve një adhurim. Amen. Antifona e parë. Të falem o Mari hirplote, Zoti me ty. Psalmi 122. Se që gëzova kur më thanë, eja të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Ja, tashmë këmbët tona shkelen në dyert e tua, o Jeruzalem. O Jeruzalem, qyteti ndërtuar me mjeshtri, thuaj se i tëri një cope të vetë me je. Atje ngjiten fiset e Zotit, si pas rregullores në Izrael, për të kremtuar emrin e Zotit. Atje janë selit e gjykatores së drejtësisë, selit e shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Izraelit, u prifte mbara atyre që të duan ty, mbretroft paqja në muret e tua dhe qetësia në pirgjet e tua. Për dashurinë ndaj vëllezërve e miqve të mi do të them, paqja me ty, për dashurinë ndaj shtëpisë së Zotit hyjton, do të lutem ti kesh të gjitha të mirat. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Të falem o Mari hirplote, Zoti me ty. Antifona e dytë. Unë jam shërbëtorja e Zotit, më ndodh siç më the ti. Psalmi 127. Nëse Zoti nuk e ndërton shtëpinë, kot mundohen ata që e ndërtojnë. Nëse Zoti nuk e ruan qytetin, kot rizgjuar ai që e ruan. Kot e keni të qoheni para drite dhe vonë të shkoni në pushim, ju që hani bukën e mundit, të dashurve të vet u jep edhe në gjumë. Ja, bit janë dhuratë e Zotit, fryti i barkut është shpërblimi i tij, por si shigjetat në dorën e trimit, të tillë janë djemtë e rinisë. Luma i burë që e mbushi kukuren me të tillë, s'do të turprohet kur të fjaloset me armiq në log. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Unë jam shërbëtorja e Zotit, më ndodh siç më the ti. Antifona e tretë. Je më e bekuar se të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i krahorit tënd. Kënga krahasojmë letrën drejtuar Efesianëve kapitulli i parë. Qoftë bekuar hyi. Ati i Zotit tonë Jezu Krishtit, I cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror. në qiell në Krishtin, Në të na zgjodhi, para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë e të papërlyer. para ti në dashuri, Ai na parashënoi për vete, që jemi bi në shpirt, në saje të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, për nder të lavdisë së hirit të tij, me të cilin na pajisi me anë të dashurit, në saje të gjakut të tij, e fituam shpërblimin.
në të na u falën fajet, me anë të begatisë së hirit të tij, të cilin hyje ndikoi në ne. bashkë me çdo urti e kuptim, Ai na vuri në dijeni, mbi misterin e vullnetit të vet, synim që lirisht kishte vendosur, qysh më parë ta kryente në të, kur të plotësohej koha, të vërë çdo gjë në kryesinë e Krishtit, të gjithë qenësit, që janë në qiell e në tokë, lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Je më e bekuar se të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i krahërorit tënd. Leximi i shkurtër krahaso letrën drejtuar Galatasve kapitulli 4, rreshtat 4-5. Kur erdhi koha e caktuar, hyi dërgoi birin e vet të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit, që t'i shpërblente të nënshtruarit e ligjit, që ne ta fitonim mbisinë në shpirt. Të falemi Mari hirplote, Zoti me ty. Të falemi Mari hirplote, Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i krahërorit tënd. Zoti me ty. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari hirplote, Zoti me ty. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. E lumja ti që besove se do të plotësohet çka të që thënë prej Zotit. Kënga e Virgjës së Lumës sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me hare i brëhorit hyjet shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqen mbi shërptoren e vet të përvuajt, qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyj i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrëzoi princat prej fronëve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërptorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën, s'ju pati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasarzve të tij në amshim, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. E lumja ti që besove se do të plotësohet çka të që thënë prej Zotit. Lutjet e besimtarve. Hyjin atin e gjithëpushtetshëm ta lavdërojmë, sepse na dha me Marin një peng të sigurt ngushëllimi dhe shprese, atij t'ia drejtojmë lutjen e përvuajt. Ndërmjetësoft për ne nëna e birit tënd. O hyj, që bën mrekulli, Virgjën Mari të pamëkat me trup dhe shpirt, e bëre pjesëtare të lavdisë së Krishtit. Drejtoj ka lavdia e mshuar edhe zemrat e besimtarve. Ndërmjetësoft për ne nëna e birit tënd. Marina edhe për nën, bëj që me ndihmën e saj të shërohen të sëmurët, të pikluarit të ngushëllohen, mëkatarët të falen. Dhe të gjithë ta fitojnë paqen dhe shëlbimin. Ndërmjetësoft për ne nëna e birit tënd. Marin e bëre hirplote. Bëj që të gjithë të gëzohemi për dhuntit e shpirtit tënd. Ndërmjetësoft për ne nëna e birit tënd. Bëj që kisha jote të mbetet një zemre dhe e bashkuar në dashurinë tënde. Dhe besimtarët të qëndrojnë në lutje së bashku me Marin, nënën e Krishtit. Ndërmjetësoft për ne nëna e birit tënd. Marin e kurorëzove për mbretresh në qiell. Bëj që të vdekurit në mbretërinë tënde të gëzohen me shenjtrit e tu. Ndërmjetësoft për ne nëna e birit tënd. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrët, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukan tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne i fajtore tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Na jep o Zot hyj neve shërptorëve të tu,
shëndetin e përhershëm të shpirtit e të trupit, e me ndërmjetësinë e nderueshme të Shën Marisë gjithmonë virgjër, na shpëton nga trishtimi i tanishëm dhe na drejton në gëzimin e përhershëm në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.